kishte thënë ky Shasivari, s'ka qenë shejх, s'ka qenë dhe as që ka për të bërë do një herë. Dhe thënë Gjemali s'ka qenë shejх as nuk do bëhet as njerë. Mbaroj fjala e tij. Do me thonë, ti e di ke gajbin. E po tash, kur hyn duhet të mbahesh tash. Se ky thot, ma po është njënit, i thot, unë e di çka shkruaj, çka them, çka bëj. Jo, ky 3-4 komente, din sa gabime ka. Ky thot, do më thonë, as nuk do bëhet, do më thonë, që pas fjales ati, do më thonë, as që ka për të bërë do një herë. Do më thonë, nuk bëhet, do më thonë, ky e di ke gajbin, e din gajbin, do më thonë, e din të fshehtën ky Shasivari, edhe, do më thonë, kjo e tregon se ata nuk e vrejnë, aj do më thonë, aj njerë, pasaj edhe aj mentori vetë, nuk e vrejnë, do thonë se çfarë gjahila janë ato. Nuk e vrejnë, as nuk kuptojnë ata. Për ne do më thonë, është humbje e kohës për neve me u marrë me këta njerëz. Aj do më thonë, as që ka për të bërë do një herë. Po ku e diti ti gajbin të ardhmen? Ku e diti? Kush ta dha këtë kompetencë dhe të drejtë? Dhe pastaj bon edhe një çudi tjetër këtu. Thot në vazhdim jeton Shasivari, 2 pika. Fjala shejх vlen vetëm për dietarët në Saudi. Mu më qahet me të vërtet. Mu më qahet për këtë gjenazë të Gostivarit. Shikoni, kjo thot vetëm për dietarët në Saudi. Fjala shejх do më thonë, shujuhët në Egjipt, shujuh në Jemen, shujuh në Algjeri, nuk vlen. Kjo thot vetë, do më thonë, me gojen e ti, me shkrimin e ti. Fjala shejх vlen vetëm për dietarët në Saudi, e jo për hoxhallarat tek ne. Do thonë, vetëm për në Saudi. Kjo termi shejх vetëm për dietarët në Saudi. I themune, kush futet në një fush që se nje, vjen me çudira, si puna e këtij jeton Shasivarit. Të sfidoj, o Shasivarit, të mësjellish do një fjalë të do një shejх të Saudis. Se fjala shejх vlen vetëm për dietarët në Saudi. Sfidoj, pyetini Sulejmanin, pyetini Abdurrezakun, ju i keni këta. Pyetini ata, ne u presim me përgjigje. U presim me përgjigje, do më thonë, se ti ke thënë vlen vetëm, a e kuptoni ju? Ju njerëzit e gjuhës. Kjo vetëm, a është kufizim kjo? A kuptohet si kufizim? Vetëm, do më thonë, vetëm për dietarët në Saudi, vetëm. Do më thonë, as në Egjipt, as në Gjezair, as në Jemen, jo, vetëm. Prandaj, kur futet njeriu në një fush, në një shkencë që se nje, vjen me këto çudira. Prandaj e sfidoj do më thonë, me një fjalë të na sjell do një fjalë të një shejх të Saudis, se fjala shejх vlen vetëm për dietarët në Saudi. Por i them si do ta shfaqesh do më thonë ndryshe me Alban Malaj mbash ignorancën tuaj të përbërë. Ju nuk keni kapacitet për këto punë dhe për këto tema. Rini aty dhe jetoni në ato iluzionet e tuaja. Rini aty do më thonë ku jeni dhe jetoni në ato iluzionet e tuaja. Pastaj prap, kjo është vetëm një koment që unë e trajtoj tash. Një koment, shikoni çfarë name ka lënë ky.